Në fshatin Përbreg të Kukësit pritet të nisë ndërtimi një landfilli për menaxhimin e mbetjeve urbane, por banorët e zonës kundërshtojnë ndërtimin duke paralajmëruar se nuk do të lejojnë zbatimin e tij. Sipas tyre, vendimi është marrë pa konsultim publik dhe përbën rrezik për mjedisin dhe jetesën e përditshme. Ata theksojnë se landfilli mund të dëmtojë tokat bujqësore, burimet të ujit dhe ajrin, duke ndikuar drejt për drejt në jetën e komunitetit. Banorët deklarojnë se do të përdorin çdo mjet ligjor për të ndaluar projektin. Sipas rrjeteve sociale çakollën nëpërmjet rrjeteve sociale se do të bëhet një landfill tonë në fshatin Përbreg. Ne jemi boll fshati i përmbytur, na ka mbyt liçeni, firza, uji, pishëm skemi, rrugë skemi. Se na pranon tash edhe borlloqet tonë. Po njerëzit janë dëmshme, kemi njerëz smur, njerëz me astma, njerëz me kjo është një padrejtësi aty në fshatin Përbreg. I bëj thirrje pushtetit qendror dhe lokal, marrin masa, mos na largojnë nga fshati. Ballkanik gjithë çunat të gjithë kemi ngel na veç me ik fare. Nuk kena dalë protest për arsye personale ose për përfitime personale. Protesta jona është që ato po vinë për na grumbullojnë mbeturinat në Përbreg. Ne jemi kundër kësaj, ka që 20 vjet në lesë na kanë lënë në harres. Që sa pas një investim, po ato dhe po vinë për na shkelin, po thuajte se gjysa e Përbregut është e përmbytur. Gjysën tjetër duhet ta marrim për pjesë të grumbullimit të mbeturinave, atëherë na më mirë të na shpërngulin, të na qenë në lushnja, në Durrësa ku ta di unë, dhe atëherë lëm tokën që ta çfarëzojmë për këtë pjesë. Po thuajte se janë 5 fshatra këtu, jo vetëm një fshat, na është Përbregu poshtë, Përbregu sipër me Xhezni, Bardhoci, Bardhoci i ri, Morini. Po nuk ka se përfshin vetëm Përbregun ose Tërthorën kja. Këtë të përfshin domethënë shumë është zonë e banuar me këtu, nuk është zonë që është në zonë shkretetine. Ka zona të tjera që mund të jenë më të shkretetina, më të pa zhvillueshme që mund ta përdoren për këtë anfill. Aja mund të raport yuksak, që shtan. Ka tunja gje poshtë, që të lopë për çdo ditë, edhe shkene pinë qatë provë e ujë. Ki anfilli se tha me ujë bonda, edhe morësh edhe shkakojnë tubat në ujë, në gazat edhe morësh. Sa shumë kur në kurës se më dakër me që kanë cenzër, se shpjeme, e të shok të muj, kurrë. Sa të i prish, ujnë që pojnë lëp të katunit këtë. Pojnë që banë, këtë ujë që ujë. Për ne, krejtë. Shkemi ku shkemna, 400 hektari ka marë liçeni. Plus, ku të shkemna, ku të mëjtna. Ku të mëjtna. Ku më mëjtë. Unë s'ma mërë menja. Këto e kanë qitë firma, shumë njësë kanë qitë firma. Ka të mundja gje poshtë ma pak, këto kanë qitë firma. Na jo. E kur në kurës firmë nuk qesë. Ndërtimi i landfillit është miratuar që më 28 dhjetor 2020 nga Bashkitë e Tretë Qarqeve dhe nga Këshilli Bashkiak i Kukësit, por zbatimi i tij është shtyrë për shkak të procedurave dhe vonesave në konsultim. Në gusht të këtij viti, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit gjatë prezantimit të reformës në menaxhimin e integruar të mbetjeve 2025-2030, njoftoi se landfilli në Përbreg do të ndërtohet sipas standardeve të Bashkimit Evropian.